në Shqipëri nuk ka institucione, por Shtetet e Bashkuara ka institucione dhe patjetër që janë ato që po e bëjnë mendon hetimin dhe po kërkojnë të nxjerrë drejtë të vërtetën dhe hapi i parë drejt kësaj është dalja e dosjeve. Ishte një gjë që nuk pritej. E qartë. Por nga ana tjetër Ruel, mendon se jemi përballë një rreziku thjesht politik që ndoshta do të kalojë me kohën apo kemi një rrezik real që mund të prodhojë ndoshta edhe pasojë ligjore më vonë? Nuk mendoj që do ketë pasojë ligjore sepse përmendja e emrit të çdo kujt në një dosje nuk është nuk tregon asgjë, pra nuk tregon asgjë për veprimtarinë tënde, nuk është indicie për ndonjë aktivitet kriminal. Thonja fare një pjesë e mirë të emrave që përmenden nëpër email mund të përmenden edhe kod. Për shembull, dikush mund të marrë emrin tim dhe ta shkruajë kod në një email. Ose do thotë që unë jam i përfshirë me ato se jam i afiliuar me atë person. Pra, ne nuk e dim për pse ka shkruar Jeffrey Epstein këto emaile, apo për çfarë arsye etj dhe mos harrojmë që këtu ka një dimension të madh politik dhe inteligjencës, sepse ne dimë mirë që Jeffrey Epstein ka qenë një ushtar i Mossadit. Ka punuar për shërbimet sekrete izraelite. Dhe ta mohon këtë domethënë është ndoshta është e drejta e çdo kujt, por ka shumë prova që tregojnë që Jeffrey Epstein u bë një miliarder në një mënyrë shumë të çuditshme dhe në një farë mënyrë ka materiale komplementuese për shumë njerëz dhe në një prej emaileve flitet se si kunati i Jeffrey Epsteinit, Robert Maxwell, një Çekoslovak britanik me origjinë hebree, është kunati, pra është babai i të dashurës së Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Sipas Jeffreyt në emaile, merrte informacione nga Reagani, nga Thatcheri, nga kancelarit perëndimore, sepse ishte mik dhe Maxwell me këta, dhe i çonte në Tel Aviv, dhe ja jepte atyre këtë informacion. Tani, kuptohet, spionimi në përgjithësi bëhet edhe me salatëse. Pra, ti ke edhe spion belg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ke edhe spion gjerman në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ke edhe spion izraelit, siç ke edhe të kundërtën. Pra, nuk është ndonjë gjë e re kjo, por ka indicie të forta që Jeffrey Epstein punonte krah për krah me izraelitët. E qartë. Por nga ana tjetër, fakti që dosjet përfshin lidhje me figura të njohura, pra nga biznesi, politika dhe akademia ndërkombëtare, e kthen këtë çështje ndoshta në një skandal nëpër masa globale, ku çdo emër i përmendur mund të prodhojë ndoshta edhe valë tronditse, por sigurisht në të gjithë opinionin publik. Ruel, sa i thellë është rrjeti i këtyre marrëdhënieve që del nga dokumente dhe nga ana tjetër mund të kemi zbulime të reja që ndoshta do të trondisin establishmentin? A mund të ketë zbulime të reja, unë nuk mendoj, sepse kjo është në një farë mënyrë maksimumi që klasa aktuale politike në Shtetet e Bashkuara mund të bëjë, nuk ka konsensus për të nxjerrë të plota dosje dhe s'ka për pas ndonjëherë. Kjo dhe ndoshta për arsyeën e vetë që aty mund të ketë emra që trondisin establishmentin politik, por për vetë nga fakti që ato emra nuk do dalin, nuk ka për pas tronditje të establishmentit politik. Nga ana tjetër, të mos harrojmë që në ndryshim nga diktaturat, për shembull, vende diktatoriale që janë në linjën e mesme apo edhe në vende të tjera, ku goditja e liderit hedh poshtë gjithë sistemin, goditja e liderit të Shtetit e Bashkuara të Amerikës nuk e hedh poshtë gjithë sistemin. Pra, për shembull, i veti president që ka dhënë dorëheqjen nga posti në historinë amerikane është Richard Nixon, pas skandalit të Watergate. Kemi pas tentativa për të impeach, pra për të hequr nga detyra nëpërmjet votimit presidentin Clinton, pas skandalit të Monica Lewinskyt. Kemi pas dy tentativa në fakt në mandatin e parë të presidentit Trump për të hequr Trumpin duke përdorur Kongresin, por sistemi ka ngel i fortë. Dhe unë mendoj që edhe sikur të ketë, ja supozojmë që ka emra që dalin, ka një skandal më të madh. Institucionet amerikane, sistemi amerikan ngjelet i fuqishëm. Nuk do të ketë tronditje të sistemit, thjesht do të ketë eliminim të disa figurave politike dhe dalje në skenë të disa të tjerë. Mirë, kalojmë tek një tjetër çështje, shpërndarja nga presidenti amerikan në rrjetet sociale për dislokimin e një aeroplanbajtësi të dytë në linjën e mesme nuk është thjesht tashmë një veprim mediatik, por është një sinjal strategjik. Mendon Ruel se po përgatitet tashmë SBA-ja ndoshta për një fushatë ajrore intensive kundër objektivave strategjike iraniane? Unë mendoj që afrimi i aeroplanbajtëseve është presion ndaj regjimit të Teheranit. Nuk mendoj që plani A është sulmet e mëtejshme ajrore ndaj Iranit. Ne pam operacionin Midnight Hammer, pra çekiçi i mesnatës, mos gaboj në korrik, mbas luftës 12 ditore midis Izraelit dhe Iranit, luftë që u mbyll në fakt me ndërhyrjen amerikane.
bombardimin disa objektive strategjik bërthamor iranian, duke përdorur bombarduesët B2, që janë bombarduesët më të avancuar që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, u mendoj që afrimi më i fundit i aeroplanbajtësve është një taktik presioni që regjimi i ajatollave të pranojë marrëveshje. Dhe marrëveshja që është dhënë regjimit është që ju do të largoni, Rusia e keni aty, mund të marrë Rusia siç mori Bashar al-Assadin dhe do të vi Shah sërish në Iran, mbreti, pra në fakt jo mbreti që ka vdekur, po i biri i tij që është tani më jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të rikthehet për ta bërë Iranin prapë një monarki pro-amerikane dhe për të rrëzuar regjimin e ajatollave. Kjo është marrëveshja që po i bëhet, po i jepet në tavolinë e Iranit. Dhe nëse Irani nuk e pranon këtë marrëveshje, sigurisht që do të kalohet tek skenari që ti përmendë. E qartë. Por mendon se synon Pentagoni të neutralizojë ndoshta paraprakisht sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore në rast të një konflikti që mund të ndodhë? Nëse do të ketë një konflikti do të ndodhë të niset nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në sensin që Irani nuk besoj që ka humbur mendjen që të bëjë sumë amerikanëve, sumë Amerikën, sumë bazën amerikane pa sumë amerikane. Sigurisht është ajo që thua ti, pra në rast se Irani refuzon marrëveshjen, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bombardojnë. Dhe në këto kushte, normalisht bombardimi kështu fillon, pra bombardojnë objektivat, bombardojnë kapacitetet të mbrojtjes të kundërshtarit, radarët M88, dhe pastaj ti praktikisht bën ç'të duash me aksion erore të atij vendi dhe ke mundësi të ushtrosh presion ushtarak sa të duash. Kështu që ajo që thua ti është në rast se plani B zbatohet. E qartë, por mendon se të gjitha këto lëvizje ruele janë një përgjigje direkte ndaj arsenaleve raketore të Iranit dhe ndoshta edhe kërcënimi ndaj bazave amerikane në rajon? Është një debat mjaft kompleks, në fakt ne do na duhet një emision i tërë për të kuptuar se çfarë e influencon politikën amerikane ndaj Iranit. Megjithatë, ne dim disa gjëra. E para njëherë, principi i proliferimit bërthamor, që do të thotë nëse një vend kërkon të marrë armë bërthamore, në mënyrë automatike ai vend bëhet rrezik. Sepse kur ti si vend kërkon të marrësh armë bërthamore, një vend tjetër kërkon të kërkojë të marrë armë bërthamore dhe arrihet në një situatë ku çdo vend ka armë bërthamore. Pra për shembull në Lidhjen e Mesme, Irani ka thënë Irani është përpjekur të pasurojë uraniumin, që është i përdorur për armë bërthamore, dhe Arabia Saudite ka thënë qartë, po mori Irani armë bërthamore, nesër livari kryesor i tyre do marrin edhe armë bërthamore. Pra është një cikël që nuk mbaron kurrë. Kështu që në këtë kuadër Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkon të ndalojë këtë lloj cikli. Së dyti, Irani ka një objektiv të qartë ideologjik. Dhe objektivi i qartë ideologjik është eksportimi i doktrinës teokratike të ajatollave të islamit shiit në Lidhjen e Mesme, të vendet sunite dhe sigurisht edhe instalimi i diktaturave të ngjashme edhe në këto vende. Dhe sigurisht që kjo është kërcënim për ato vende aty, është kërcënim për interesat amerikane, dhe së treti, Irani në këtë kuadër lidhet fakt me pikën e dytë, e ka bërë të qartë që nuk e do shtetin Izraelit, pra ka një shtet ilegjitim. Dhe për ta bërë këtë gjë ka mbështetur grupe terroriste si Hamasi dhe Hezbollah, dhe për të kuptuar armikun e vet Arabinë Saudite ka mbështetur të grupet Houthi, me cilën Arabia Saudite është në luftë, siç është në fakt lidhur kjo, nuk do sqaroj për publikun kjo, siç Izraeli ka një konflikt me Hamasin, Arabia Saudite ka një konflikt me rebelët Houthi në Yemen, është eksaktësisht njëjti konflikt, ka të njëjtën dinamik. Dhe sigurisht që këto janë tre arsyet zyrtare. Ka edhe një teori tjetër, teoria e dytë, që ka një arsye vetë brenda, që ka të bëjë me faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës ja kanë outsourcer ose ja kanë dhënë me qirani në mënyrë politikën e tyre të jashtme në Lidhjen e Mesme të Izraelit, dhe Izraeli kërkon të eliminojë çdo kundërshtar të vet të madh që kërcënon hegemoninë izraelite në Lidhjen e Mesme. Dhe dikur ka qenë Iraku, sot është Irani, nesër mund të jetë, nuk e dim. Pra këto janë dy teoritë, dhe sigurisht që të dy këto teori dhe të katër këto faktor kanë të vërtetat e tyre dhe të pavërtetat e tyre.
E qartë, por nga ana tjetër, një aeroplan mbajtës është objektiv me vlerë të lartë, pra sigurisht në çdo konflikt të hapur. Roel, sa real është rreziku tashmë që Irani të tentojë ndoshta një goditje direkte apo edhe indirekte ndaj një aeroplan mbajtësi amerikan? Nuk ka rrezik, kjo do ndodhë vetëm nëse ka një luftë aktive dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës bombardojnë Iran, pra hap një luftë në front luftën e Iranit, kjo po nuk mendoj që Irani do të provokojë. Regjimi iranian tani Brisela është në momentet e tij të fundit. Do të është një regjim që po vret ka vrarë diku ke 15.000 protestues në Fushinë Saudite, domethënë. Është praktikisht gjenocid në vendin tonë, domethënë. Është një vrasje makabër. Në shumë të mëdha, shifra shumë të mëdha. Dhe problemi i Iranit ka nga brenda. Irani nuk ka kohë të përballet me një superfuqi. Irani do të mbajë regjimin e vet tonë. Kështu që nuk e shoh si rrezik aktiv. E qartë, nga ana tjetër, kemi një stërvitje të përbashkët Kinë, Rusi dhe Iran në gjirin e Omanit, të cilët sigurisht që krijojnë një bosh të ri ushtarak në rajon. Mendon se po lind tashmë një arkitekturë e sigurisë që ndoshta do të sfidojë hapur praninë amerikane në të gjithë lindjen e mesme? Shiko, ka një arkitekturë të re të sigurisë, por nuk e shoh aktive në lindjen e mesme. Arkitektura e re e sigurisë e ndan botën në zonë influencë, siç e kam thënë edhe në vende të tjera dhe mos gaboj kam përmendur edhe në këtë program. Dhe zonat influencës janë të ndarë qartësisht. Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kenë kontroll mbi hemisferin perëndimor, do të ruajnë ndikimin e tyre mbi Evropën perëndimore, do të kenë kontroll lidhjen e mesme në mes Izraelit, por edhe mbretërive të gjirit me krye Arabi Saudite, ndërkohë që Rusia do të ruaj kontrollin mbi Evropën lindore, do të fitojë në Ukrainë, do të ruajë të bazat e vetë në Afrikë, dhe me logjik Kina në fakt do duhet kishte kontroll mbi ndo paqësor, mirë po Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e duan. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë vendosur që nëse Rusia do t'i lëjë një zonë influencë, Kinës nuk do t'i lënë asnjë zonë influencë, sepse e shohin si rival kryesor. Në këtë kuadër, këtë marrëveshje e përbashkët nuk e shoh si kërcënim për lidhjen e mesme, sepse ta tregojnë vetë kondita gjeopolitike. Pra në Siri ra një diktator prorus, ra Bashar al-Assadi. Në Iran po bie regjimi i ajatollave, regjimi më i fuqishëm islamik i asaj zone, që është po pra prorus, prolindor, pro-kinez, anti-amerikan. Shohim që në qeverinë e re të Sirisë kemi përfshirje madhe të Turqisë. Turqia kuptohet që një vend hibrid, nuk është se ka në një afiliim të veçantë, por është pjesë e NATO-s, pra është pjesë e perëndimit kolektiv, sidoqoftë. Pra, domethënë, linja mesme nuk ka luftë të ftohtë në linjën e mesme. Linja mesme do të ngjelet në diktatin amerikan, kjo është mendon shumë i qartë, por arkitektura e sigurisë patjetër që përfshin edhe zonat e influencës në gjithë botën, përfshin edhe bllokun BRICS, Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, që po kërkon të zgjerohet, që kërkon një marrëveshje të mbrojtjes kolektive, kërkon të zëvendësojë dollarin si monedha rezervë e botës, etj. Pra, po bluhet një arkitekturë e sigurie, në mos ka nisur, por nuk mendoj që shihet në lidhjen e mesme. E qartë, mirë, Roel, për ta mbyllur, ndërkaq, nëse Irani do të kishte një mbulim ajror pra të fshehur, mendon se do të rrezikojë liria operative e marinës amerikane, pasi flota amerikane operon vazhdimisht në gjirin persik si një garanci e superioritetit detar? Shiko, unë nuk jam ekspert i fushës ushtarake dhe nuk një armët edhe armatimet mirë të drejtën, por ajo që unë di të them është kjo gjë, që ne e pam operacionin amerikan në Venezuelë. Dhe një prej detajeve më interesante biseda kishte të bënte me faktin që rojet për një moment të caktuar, rojet e